Në prag divorci, Sonila Meço bën deklaratën e papritur për bashkëshortin e saj. Një mbrëmje, moderatorja Sonila Meço foli rreth problemeve në martesë dhe eksperiencës së saj 21 vjeçare. Ajo tha se në fillimet e lidhjes së tyre e mendonte bashkëshortin si zgjidhjen më të mirë të çdo gjëje, pasi e ndihmonte edhe profesionalisht, duke qenë se kishin të njëjtën punë. Më vonë, kjo gjë ndryshoi dhe moderatorja tregoi se kushti i vetëm që do e mbante të fortë lidhjen me bashkëshortin ishte vetë mjaftueshmëria. Unë kam mjaftueshëm vite e lidhur me bashkëshortin dhe ka pasur disa ngjarje të rëndësishme që nuk i kanë lënë kohë martesës. Në fillim, kam menduar që Drini ishte zgjidhja më e mirë për mua, sepse ishte mbështetja ime më e madhe. Ishte i qetë, më mbronte edhe profesionalisht. Kaloi pak kohë dhe kuptova që nuk mund të punoj në të njëjtin vend me të dhe u mësova me idenë që nuk e kam më në punë, por mund ta pyes për gjithçka. Kuptova që vetë mjaftueshmëria ime është kushti i vetëm që do të mbante të fortë lidhjen me Drinin. Ndoshta edhe Drini më ka parë me këtë sy. Edhe tjetër gjë, dashuria është tjetër gjë, martesa.